Yje si ju kam marrë shumë mesazhe kohët e fundit të tipit si mund të vinë në Amerikë, mund të më marrësh në Amerikë. Dhe dua që të klarifikojmë disa gjëra sepse jam e sigurt që i dini, por ndoshta disa nga ju edhe nuk i dini. Atëherë gjëja e parë që duhet të dini është që nëse nuk jeni familje, është shumë vështirë për dikë t'ju marrë të tërheqin në Amerikë. E vetmja mënyrë se si dikush mund ta bëjë dhe është goxha e vështirë nga çfarë di unë, është që dikush mund të sponsorizojë vizë pune nëse kanë kompaninë e tyre. Tani të flasim për disa nga mënyra se si mund të vini ju këtu. Mënyra më e lehtë është që të gjesh një shtetas amerikane të martohesh. Kësaj i thonë bë çfarë them unë dhe jo çfarë bëra unë. Gjithsesi, kjo është mënyra më e lehtë. Mënyra e dytë dhe që shumë herë kërkon fat është të aplikosh për llotarinë amerikane. Për këtë bëuni gati sepse në datën 5 tetor më duket se hapet aplikimi. Mënyra tjetër është të vish me vizë studenti dhe pasi të kesh mbaruar studimet, përpiqu të gjesh punë këtu dhe ndoshta mund të kthesh vizën e studentit në vizë pune. Kjo është mënyra që përdora unë. Një mënyrë tjetër që përdoret për ata që kanë lekë të investojnë është të vish dhe të investosh në ekonominë amerikane. Tani shifra që investon ndryshon pothuajse çdo vit. Ka website që thon $500,000, ka të tjera që thon $850,000, $900,000, kështu që duhet të kërkoni tamam informacionin e duhur për këtë. Por që është mbi $500,000. Një tjetër mënyrë që shumë veta nuk e din është që dikush mund të vinë qoftë se punon me fe. Dhe disa flasin dhe të kërkosh azil. Mund të jetë politik, mund të jetë për fe, mund të jetë për diskriminim, varet. Këto janë mënyrat që di unë, që nuk jam avokate, kështu që nëse doni të dini më tepër, shikoni online, pyesni njerëz që janë apostafat për këtë punë. Shpresoj që kjo t'ju ketë ndihmuar sa do pak, kështu që flasim.